një vajzë e cila ka pasur fatin të takojë nga afër fenomenin shkodran Louise Ailey dhe vajzën e tij, Luna Marin, ka ndarë emocionet e saj në një letër të ndjerë. Edhe pse momenti ka qenë i paharrueshëm për të, ajo ka mbetur me një peng të vogël, pasi për shkak të gripit të keq nuk ka mundur të përqafojë vogëlushën e adhurueshme. Përmes këtij mesazhi ajo shpreh dëshirën e madhe për ta takuar sërish dhe për të realizuar ëndrrën e saj për t'i dhuruar një përqafim të madh Luna Maris. Ja se çfarë ka shkruar ajo duke e emocionuar edhe më shumë. Përshëndetje Louise dhe Luna. Po të shkruaj me shumë emocion dhe dashuri, me shpresën që kjo letër të arrijë dhe të ndjesh sinqeritetin e fjalëve të mia. Kam kohë që e ndjej nevojën të shpreh disa ndjesi që më kanë mbetur pezull që nga ai moment i veçantë kur pata fatin të takoja. Ishte një ditë që do ta mbaj mend gjithmonë, një moment që e kam ruajtur në zemër me aq shumë kujdes, si një kujtim të çmuar që më mbush shpirtin sa herë e sjell ndërmend. E kisha ëndër të takoja nga afër, të shija sy më sy dhe të ndaja qoftë edhe pak sekonda me ty dhe ajo ditë erdhi. Më në fund u gjenda përballë teje, një njeriu që jo vetëm ka prekur zemrat e mira njerëzve, por ka sjell një emocion dhe një frym dashurie të vërtetë në çdo shtëpi shqiptare. Ishte një ndjesi që nuk përshkruhet dot me fjalë, gëzim, emocion, mirënjohje, por edhe një ngrohtësi e jashtëzakonshme që më bëri të kuptoj edhe më shumë se sa i veçantë je si njeri. Por përveç lumturisë që ndjeva atë ditë, më ka mbetur një peng që nuk mund ta harroj. Ishte aty, shumë pranë teje, ajo copës parajse që ti dhe Kiara keni sjell në jetë Luna Mari, një vogëlushe engjëllore, një krijesë që shkëlqente si një yll i vogël në krahët e prindërve të saj. E pash, e adhurova me gjithë qenien time, por, për fat të keq, nuk munda ta përqafoja. Ishte një moment i vështirë për mua, sepse çdo pjesë e shpirtit tim më thoshte të afrohesha, ta mbaja qoftë edhe për pak sekonda, ta ndjeja atë pafajësi dhe butësi që vetëm një foshnjë mund të dhurojë. Por nuk munda. Nuk munda, sepse atë ditë nuk ndihesha mirë. Kisha grip dhe nuk doja në asnjë mënyrë të rrezikoja atë krijesë të vogël që është e shtrenjtë jo vetëm për ju, por edhe për ne, të gjithë ata që ju duam dhe ju ndjekim me zemër. Nuk mund të lejoja që dëshira ime të vinte para kujdesit dhe dashurisë për të. Ndaj qëndrova larg, me zemrën që më rrite fort dhe sytë e mbushur me mall, duke u munduar të mbaj veten, edhe pse brenda meje ndjeva një boshllëk të madh. Që atë ditë më ka mbetur një dëshirë e madhe, një shpresë e vogël që ndoshta një ditë do të kem mundësinë ta takoj përsëri Lunën Marin dhe këtë herë të mos e lë pa i dhuruar një përqafim të ngrohtë, gjithë dashurinë dhe butësinë që më ka mbetur brenda. Ajo është një fëmijë kaq i veçantë, kaq i bukur dhe i lirë, ashtu siç jeni ju si prindër, një shembull i mrekullueshëm i dashurisë, përkushtimit dhe familjes së shëndosh. Louise, ti je një njeri i rrallë. Nuk je thjesht një artist, një këngëtar, një personazh që u bë i famshëm, ti je një frymëzim. Je dikush që ka prekur zemrat tona përtej këngës dhe fjalëve, përtej skenës dhe dritave të kamerave. Ke sjell një ndjesi që na ka bërë të ndalemi dhe të reflektojmë mbi dashurinë, mbi thjeshtësinë, mbi sinqeritetin e vërtetë që rrallëherë e gjejmë në këtë botë të sotme. Dhe fakti që tashmë ke krijuar një familje të bukur, që ke në krah një grua që të do dhe një vogëlushe që është drita e syve të tu, më bën edhe më të lumtur për ty. Nuk e di nëse kjo letër do të mbërrijë ndonjëherë, por nëse po, dua të dish që do të jetë gjithmonë një dëshirë e imja të takoj përsëri. Jo vetëm ty, por edhe atë bebushen e mrekullueshme që ka sjell kaq shumë dritë dhe bekim në jetën tënde dhe të Kiarës. E di që jeta është e paparashikueshme dhe nuk e dim kur çfarë mund të ndodhë, por unë do të mbaj gjithmonë një shpresë në zemër që ndoshta një ditë, fati do të më buzëqesh sërish dhe do të mund të përqafoj Lunën Marin, ta ndjej afër dhe t'i dhuroj një pjesë të dashurisë që kam për ju. Deri atëherë, dua vetëm të falenderoj. Për emocionet që ke dhuruar, për të qeshurat, për lotët, për çdo ndjesi që ke sjell në jetën tonë. Të falenderoj që je një njeri kaq i mirë, një baba kaq i përkushtuar dhe një njeri që na ka bërë të besojmë edhe më shumë në vlerat e vërteta të jetës. Zoti të bekoft ty, Kiarën dhe engjëllin tuaj të vogël. Ju uroj vetëm lumturi, shëndet dhe dashuri pafund. Ky ka qenë edhe mesazhi që fenomeni shkodran Louise Ailey ka marrë ditën e sotme. Kushdo që do e dëgjoj dhe lexoj letrën do të emocionohen.